Kryetar, dy aktivitete shumë të rëndësishme, FIBA nën 14 vjetë Get Together programi, po ja nisim prej kësaj rëndësia e mbajtjes së këtij tubimi këtu në Kosovë dhe prezenca e Garbahozës dhe Novahat. Ky aktivitet është një prej nështë 4-5 aktivitete më të rëndësishme që FIBA Evropa e organizon se cilin vit, prandaj edhe prania e tyre në këtë aktivitet është e pashmangshme, për shkak se i japin rëndësi të duhur këtij aktiviteti që ka për qëllim zhvillimin e trajnerëve, edhe ato trajnerëve të cilët punojnë me gjeneratat më të reja të mundshme. Koincidon gjithmonë edhe me komisionin për të rit, takimin e të cilit veç e përfunduam para disa minutash nëse të morrësh, i cili gjithashtu u kry me shumë sukses, e përfunduam atë dhe tash po shkojmë me pjesën e dytë të agjendës, që është pikërisht kjo Get Together për nën 14 vjeçarët. I kemi sjellë dy për instruktorët më të mirë që bota i ka. Ata janë Gjëller nga Gjermania dhe Trunic nga Serbia, Nenad Trunic nga Serbia, të cilët do të punojmë me mbi 50 trajnerë të cilët janë të regjistruar veç prej krejt Evropës për të marrë pjesë në këtë aktivitet, për 5 prej të cilëve janë të Kosovës, janë kryesisht të trajnerë të cilët kanë synime që të zhvillohen, të avancojnë. Trajnerët tonë, kërkoj falje, po nuk e di. Nuk e di me emra të përveçëm, i di 2 apo 3 emra, po nuk i di gjithë, kështu që do t'i mbeç aty kujt bërsh. Gjithë që kam bëhat në qendrën Marijuana Residence, dhe të thotë aty janë të vendosur në hotelin 4 Points by Sheraton, edhe qendrën e shkollës e kemi në shfrytëzim për sot, nesër dhe pas nesër, të ISP-s, kështu që gjithë shka është në brenda një ambienti shumë të qetë, të mirë, komfort, edhe e kanë afërsinë për të zhvilluar të gjitha punimet me kohë. Këtu ku jemi ne sa do të thotë në Courtyard by Marriott u zhvilluan punimet e komisionit për të rit. Tash prej këtu po zhvendosen brenda disa minutash atje për të vazhduar me pjesën tjetër të agjendës. Çka është diskutuar sot në takimin e komisionit për të ri? Është bërë mas pari rikapitulimi të gjitha aktiviteteve që FIBA Evropa i ka për të rit gjatë verës, që janë 16 aktivitete, 16 kampionate evropiane të gjitha grup mosha, të gjitha kategorive. Prej U16 deri në U20 dhe për meshkuj dhe për femra, dhe gjitha divizione, do të thotë, është pase ku janë bo që ka pas avancim, në cilat pika ka pas avancim, ku kemi pas dështime, ku ka pas mangësi, në cilat organizime, bëhet rekapitulimi për aktivitet, për secilin aktivitet do të bëhet individualisht, sepse kjo na ndihmon për të vendosur pastaj se brenda përbërjes së këtij komisioni janë 4 vota të bordit ekzekutiv të FIBA Evropës, na ndihmon për të vendosur për ciklin e ardhshëm në mbledhjen e ardhshme të bordit. Po sot do të jenë nxjerr përfundimet për rikapitulimet, siç thash, të verës, e tash këto do t'i përpunojmë edhe më tej për të pa me i krahasuar me të gjitha kandidaturat të cilat na vijnë prej shteteve individuale gjatë muajit tetor dhe nëntor për organizimet e vitit të ardhshëm. Do të thotë Ka bën me organizim. natyrisht. Njëna pjesë e punimeve në këtë. Pjesa tjetër është çështja problematike që lidhet me transferin e trive. Në veçanti me problemet të cilat po i shkakton tash largimi i të rive drejt Amerikës, drejt NCAA-t, dhe kontratat që i kanë në atë platformën në IL, do të thotë, për shfrytëzim të imazhit. Natyrisht se është e trënditur krejt Evropa me këto lëvizje. Kjo konkretisht. Unë mendoj që konkretisht do të thotë për federatat të cilat janë të vogla, të mesme apo gatë vogla, mund të ketë ndikim pozitiv. Për federatas çfarë është e jona mund të ketë ndikim pozitiv për shkak të pamundësisë që kemi ne për punu mjaftueshëm me ta, edhe për të zhvilluar ata në masë të dur. Në anën tjetër ka plot shtete nga të cilat po ikin me qindra të ri që i dekurajojnë pastaj klubet e mëdha që kanë punu me këta individ, do të thotë që punojnë më tej në nivel të tillë, do të thotë të intensitetit. Kështu që ndikimi është paksa mix. Ja, përderisa ne flasim natyrisht veç për këndvështrimet të FIBA Evropës mbi ato se cilat do duhet që të ishin përfitimet e klubeve të cilat punojnë me këta 3 dhe 3 para se të njëjtit të largohen drejt Amerikës. Në anën tjetër edhe pala tjetër, do të thotë pala amerikane, do të po në rregull, do të çfarë përfitime duhet kemi ne që kemi marrë dikon edhe 4 vjet kanë nejt për kolegjin tonë dhe ne kemi përpunuar që të kthehet prapa. Kështu që për momentin është një diçka e re, diçka që po ndodh tash 2 vite. Do të për ndryshimet regulativës ligjore në Amerikë, ende është në fazë të analizës dhe të asaj se të gjendet një farë modaliteti për pas të dy palët natyrisht përfitime nga kjo. Gjatë diskutimeve, në çfarë drejtimi po shkon? E ki parasysh, do të thotë komisionin të cilin sot e përfundum, do të thotë ka karakter rekomandues.
Do të është një prej komisioneve kyçe, është më i rëndësishmi i FIBA Evropës, dhe për këto punimet sotit ne tek i raportojmë bordit ekzekutiv FIBA Evropës në takimin e muajit tashëm që e kemi në Bukuresht, edhe aty mandej merret vendimi do të thotë se si do të shkohet tutje. Për momentin po them, do të thotë gjithçka është në nivel të analizës, gjithçka është në nivel të strukturimit të një përgjigje të përbashkët për të gjitha ekipeve evropiane. Natyrisht ne këtu flasim për FIBA Evropën, për shkak se kjo është domeni edhe kompetencat të cilën e kemi, por ky është një problem i cili e prek në të njëjtën kohë edhe Azinë, edhe Afrikën, edhe Australinë, edhe të gjitha kontinentet tjera. Si mund të përfiton Kosova në të ardhmen më shumë nga largimi i djemosha edhe vajzave tona tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Përderisa ne nuk kemi hapësirë të mjaftueshme ose infrastrukturë të mjaftueshme ose kushte të mjaftueshme, me thënë me një fjalë, për punu më shumë me ta, mendoj që çdo largim drejt Amerikës veç na sjellë dobi. Në anën tjetër, kjo është po flas në aspekt afatmesëm deri në afat gjatë. Në aspekt afat shkurt, kjo neve na dëmton. Na dëmton në kuptimin që këta djema dhe vajza ne nuk i kemi në dispozicion për të shfrytzuar në thojës apo për të dhënë kontributin e tyre për ekipin kombëtar për përfaqësuese. Sepse nuk është e pritshme që të mendojmë do të thotë që një lojtar i cili si vjet në shuan në NCAA të jetë në dispozicion që në nëntor. Kjo nuk ka ndodhur, do të thotë ne kemi përvoja nga e kaluara kur i kemi pasur edhe ciklet kur kemi pasur ciklin kualifikues gjatë verës kur s'ka pasur mësim edhe do të thotë ka insistu kolegji atje ka thonë që jo përmbajmë na se po punojmë në zhvillimin e tij, që mund të jetë edhe vërtet, do të thotë e mohoj këto, po do të thotë në aspekt afat shkurt ka ndikim negativ. Në aspekt afat gjatë mendoj që ka efekt pozitiv, sepse shumica atyre lojtarëve që kanë ikë për këtu dhe kanë shkuar dhe janë kalit në NCAA, do thotë janë kthyer në nivel shumë më të lartë se sa që kanë shkuar atje. Kështu që besoj që për federata themi e mesme nga e vogla, çfarë jemi ne, mund të ketë efekt pozitiv për disa federata të mëdha, për disa kombe të mëdha të basketbollit në Evropë. Kjo është e rrezikshme dhe ka qenë e rrezikshme, do thotë është ngritur si çështje prej federatës, për shembull franceze, tash 5-6 vjet do thotë më parë. Kanë thonë që po ikin shumë. Nga se ata kanë qenë shumë të afektuar.